Mirëmbrëma të gjithëve miq, mirëmbrëma ju që kërkoni në këtë drejtare të vërtetën për te asaj që ja japin si ushqim për tufën. Sonte nuk do të flasim për politikën e sipërfaqes, do të hyjmë pak tek zona e errët, aty ku zhurma e tribunave politike mbytet nga heshtja e frikshme e llogarive bankare. Vetëm disa ditë më parë, në zyrën presidenciale të Dolma Bahçes në Stamboll, një vend ku muret akoma mbajnë erën e perandorive që kanë shkuar, ndodhi diçka që duhet na lëviz të gjithëve. Recep Tayyip Erdogan priti njeriu që shumë kush e quan pronari i padukshëm i planetit. Lawrence Fink, kreu shefi ekzekutiv i BlackRock. Ky nuk ishte një takim lajmesh, të kuptohemi, ishte një takim qameti gjeopolitik. Ndërsa bota sheh shfaqjen e Erdoganit në ekrane, Larry Fink sheh vetëm shifrat. Sot, pas disa ditësh analizash dhe raportimesh që kemi bërë për lindjen e mesme, për Iranin, për negociatat, për armëpushimin, për përplasjen e Turqisë me Izraelin, Egjipti, Pakistani dhe gjithë këta ekuilibra, Rusia, BE-ja, përplasja e Trumpit me BE-n, pas gjithë këtyre analizave nga të gjitha agjensitë e inteligjencës financiare botërore dhe jo vetëm, do të përpiqem të zbuloj për ju atë që u firmos në atë dhomë të Dolma Bahçes në Stamboll. Qëndroni pak sepse nuk jam këtu për të bërë interesantin as për t'ju treguar gjithë sekretet e botës, as sepse jam njeriu më i informuar në planet. Jam këtu për t'ju ulur me këmbë në tokë, të gjithë ju që gënjeheni dhe mashtroheni nga titujt e emisioneve dhe nga propaganda e njërës palë dhe të palës tjetër. Synimi im, kontributi im modest për antarësinë e kombit tim që unë e dua shumë, është t'i ul me këmbë në tokë, as të zbuloj planet e mëdha të botës, as të bëj dekonspirimet e mëdha të planetit, t'ju ul me këmbë në tokë, të mendoni me racionalitet, me qetësi, të kuptoni mirë çfarë po ndodh, sepse kjo është e vetmja mënyrë që kemi për të shpëtu, të rrisim nivelin e intelektit, të paksojmë numrin e budallëve, nuk ka rrugë tjetër për të shpëtuar Shqipërinë. Në këtë kuadër unë e bëj këtë përpjekje jashtë propagandës që ju ka futur në thertore dhe po ja bën mishin dhe trut lokma për llogaritë të propagandës së gjitha palëve. Qëndroni pak, sepse sonte do të kuptoni se si paza e madhe por i dizajnon jetën tuaj, prej çmimit të naftës e deri tek siguria në Ballkan, por i dizajnohet bota. Çohin pa faktet dhe shtypi zyrtar të cilat shtypi zyrtar i kaloi me dy të rreshta të vegjël. Presidenti Erdogan nuk ishte vetëm. Përballë shefit të BlackRock Fink, ai kishte rreshtuar dy arkitektët e ri të mbijetesës turke. Mehmet Şimşek, njeriu i cili ka çelësat e Thesarit atje në Ankara dhe të gjitha lidhjet me Wall Streetin dhe Alparslan Bayraktar, ministrin e tij të energjisë. Këta ishin dy çelësat që merrnin pjesë në takimin e Erdoganit me shefin e BlackRock. Ju e dini kush është BlackRock apo jo? Është pronari i heshtur i botës, miqt më të mëdhej dhe mbështetësit më të fortë të Izraelit, ju e dini këtë. Pse këta dy persona në krah të presidentit Erdogan? Sepse BlackRock nuk vjen për të bërë predikime as për të dëgjuar të tilla. BlackRock menaxhon mbi $10 trilion për ta bërë pak më të thjeshtë, për ju që doni të kuptoni. Kompania më e madhe e planetit ka më shumë para
se gjysma e Europës e bërë së bashku. Dhe kur shefi i BlackRock ulet me ministrin e energjisë në Turqi, ai është duke bler burimet e nesërme. Kur ulet me ministrin e financave, ai është duke bler borxhin e një kombi. Të tilla takime nuk i analizoj sepse kam dëshirë t'ju ofroj kush e di se çfarë në një gjë të madhe, sepse të mençurit prej jush e kuptojnë mirë çfarë po them, por kanë qëllim t'ju tregojnë se cili do të jetë roli nesër i kësaj epiqendre gjeopolitike që është Turqia, në lindjen e mesme, në Mesdhe dhe në Ballkan. Dhe pse BlackRock shkon pikërisht atje? Agjencitë e inteligjencës financiare, por edhe Bloomberg, Financial Times, kanë qenë të qartë lidhur me takimin Erdogan-BlackRock. Takimi në Dolmabahçe në Stamboll ishte asfiksia e fundit e lirës turke, e cila është vënë në kërkim të oksigjenit sepse është në një presion shumë të madh. Erdogani ka vendosur t'i thotë pronarëve të botës, më mbani në këmbë ekonomikisht, pra më jepni një dorë ekonomike, dhe unë do t'ju jap çelësat e gjitha korridoreve që lidhin lindjen me Perëndimin. Dhe ky është pragmatizëm i egër, ku morali është në një vend të dytë. Duhet ta kuptoni, jemi në gjeopolitik dhe jo në moral. Është interes gjithçka në këtë botë. Po pse tani? Është pyetja e madhe. Pse pikërisht kur lindja e mesme është në flak dhe askush nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër në marrëveshjen mes Trumpit dhe Iranit atje në Pakistan? Bota është në tym, po patëm kohë, do të vim dhe do të merremi edhe më atë pjesë. Sipas raporteve të deklasifikuara nga qarqet diplomatike, BlackRock po projekton Gazën e pas luftës, Gaza e Palestinës e pas luftës, dhe korridorin e ri energjetik që duhet të anashkalojmë me çdo kusht, atë që quhet rreziku iranian. Erdogan është duke marrë një rol dhe po luan një lojë që ja ka caktuar vetes dhe po tenton t'ia njohë edhe pronari i planetit. Double dealer, apo një ndërmjetës i dyfisht. Ai kërkon të jetë faktori që mbron Palestinën, sigurisht në sloganet fuqishme, por që një kohësisht po garanton stabilitetin e investimeve të BlackRockut në vepra. Pra, mbrojmë Palestinën për të mbajtur korridoret tona dhe njerëzit dhe konservatorën, masat konservatore me ne me vete, por në fakt ajo që duhet bërë është duhet të jesh çelës për mbrojtjen e investimeve të BlackRockut. Presidenti Erdogan ka zgjedhur t'i thotë Larry Fink, ju keni parat, unë kam gjeografinë dhe gjeopolitikën. Pa mua, investimet tuaja në Emiratet e Bashkuara Arabe, atje ku shkon Rama, dhe do t'ju shpjegoj më poshtë se pse dhe si, investimet tuaja në Emiratet e Bashkuara Arabe në këtë shtet të vogël, por edhe në Izrael, nuk kanë asnjë mundësi të kalojnë drejt Europës. Ky është mesazhi që Erdogan i çon shefit të BlackRock. Kjo në gjuhën e ekonomistëve quhet, apo në gjuhën e gjeopolitikës quhet autonomia e kontrolluar. Erdogan po kërkon të hyjë në klubin e lindjes së re të mesme. Ç'është kjo lindja e re e mesme? Atë që e quajnë paza, por kërkon ta bëj këtë me kushtet e veta dhe të Turqisë. Ai nuk po ble thjesht investime, po ble një licencë për të luajtur si fuqi e pavarur në prapaskenën globale. Ai do të jetë i vetmi që ka çelësat e xhamisë dhe kodet e kasafortës së Wall Streetit në të njëjtën kohë. I mban të dyja çelësat. Tani kthehemi pak tu tek ne, te Ballkani, tek Shqipëria, tek Serbia, tek Bosnia, tek Greqia. Ky takim
në Dolmabahçe ka pasoja direkte në Tiranë dhe në Beograd. Erdogani po aplikon atë që inteligjenca e quan fuqia e butë me muskuj financiar. Çdo të thotë fuqi e butë me muskuj financiar. Me mbështetjen e gjigantëve si BlackRock, Turqia nuk vjen më në Ballkan vetëm si një histori, po vjen me hap xhami dhe me përhap fen, por vjen me autostrada, aeroporte dhe energji. Pra me plan gjeopolitik madhor. Erdogan po i thot liderëve ballkanik, BE-ju premton reforma dhe kushte pafund, unë ju sjell paratë e Larry Fingut tani. Dhe Greqia, Athina po vështron me të merë, nëse BlackRock dhe Turqia arrin një marrëveshje për gazin e Mesdheut, Greqia do të mbetet një ishull i izoluar nga borxhet e Brukselit. Erdogan po përdor parat e armiqve të tij perëndimor për të ndërtuar një kështjell që do t'i izolojë rivalet e tij rajonal. Fakt, kjo nuk tingëllon si diplomaci, por ky është një rrethim i madh financiar. Dhe këtu vim tek pika ku loja bëhet akoma më ekzistenciale. Irani, Teherani sot është në udhkryq. Ose do të digjet në një luftë me Amerikën dhe me Izraelin, ose do të pranojë një marrëveshje që e kthen në një lider rajonal me zinxhir nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një Iran i qetësuar nga Amerika është maksi më i madh i Erdoganit dhe e dini pse? Sepse Turqia, në qoftë se qetësohet Irani dhe shkon në marrëveshje me Amerikën, Turqia pushon së qeni alternativa e vetë me Amerikës në lindjen e mesme. Dhe Amerika synon ta ketë Iranin ta fus në xhepin e tij që ta bëjë lider rajonal, në mënyrë që të mos i dorëzohet krejtësisht Turqisë. Dhe kjo është loja përse Trump e do Iranin në xhepin e tij dhe iranianët janë të rrezikshëm e kanë kuptuar edhe ata lojën. Prandaj Erdogan shpejtoi të ulet në tryezë me BlackRock disa ditë më parë. Ai kërkon që Turqia të jetë kompensimi. Strategjia e tij është bëhu aq i rëndësishëm për financat botërore, sa që Washingtoni të mos guxojë ta lëshojë dorën e Ankaras për hatër të Teheranit. Se mos më thoni si ka lidhje ky emision sonte Kreshnik. Sonte pra është duke u bërë loja në Teheran, po përgatitet drafti i fundit që diskutohet me Trumpin në Pakistan. Dhe Trump as ja ndjen fare, do ta marr Iranin ke ana vet, ose me marrëveshje ose me dajak. Jo bëhet, jo s'bëhet, do ta marr Iranin, dëgjoni këtu dhe po që më gjallësh nash. Do të bjerë dakord me iranianët me i form apo me i tjetër, tani apo më vonë, me dhun apo me paqe, me bërthamore apo pa bërthamore, me rrethim apo pa rrethim. Arkitektura e re e lindjes mesme, e gjitha do të hidhet në erë. Dhe nesër në Pakistan do të kuptojmë gjëra të mëdha shumë, si do të shkojë trajektoria. Dhe ka disa debil që më thonë, më ofendojnë, pavarësisht se po bëj një punë të jashtëzakonshme, nuk më lejohet të flas për veten. Ka debil që nuk ndjehen mirë, thonë, Kreshnik ti i thua gjitha versionet edhe pastaj thua mdoli. Unë i them të gjitha versionet sepse këto janë versionet në tavolinë. Dhe unë kam detyrë të shpjegoj të gjitha versionet sepse nuk kam agjendë dhe nuk kam propagandë përveç së Shqipërisë. Kështu shoku debil, kujdes, përpiqur që të mësosh, se nuk e shans as ti mësosh, as ti dëgjosh, as ti imagjinosh këto analiza që ti them unë. Përveç se këtu nuk i dëgjon tek asnjë studio tjetër, idiote që ju mashtron dhe ju pallon në rrena. Dhe këtu nuk pyes më dhe heq veç modesti, nuk ka më modesti këtu. Po unë i them të gjitha versionet që ta mbuloj çështjen në 360 gradë, sepse unë nuk bëj propagandë. E vetmja gjë për cilën bëj propagandë
dhe do të bëj propagandë është Shqipëria. Dakord? Vazhdojmë. Faleminderit ju tjerët miq për dashamirësinë, për mbështetjen, për kohën, për kontributin e çmuar. Pra, sot ndërkohë që do të vi një deal ose jo, tani apo më vonë, me shpejtësi apo me vonesë, me dajak apo pa dajak, me goditje bërthamore apo pa bërthamore, Turqia po përgatit me shefin, me pronarin e ri të planetit BlackRock-un, një rol të rëndësishëm, sepse e din shumë mirë atje në Turqi që po u mor vesh Amerika me Iranin, shumë prej rolit të Turqisë do të zbehet. Çfarë po ndodh? Erdogan po ble mbrojtjen e BlackRock-ut duke i ofruar në këmbim kontrollin mbi rrugët tregtare, të cilat Irani dhe Ajetullahët kërkojnë t'i bllokojnë. Kështu pra, konstatimi që bëjmë sonte është shumë i rëndësishëm, ndërsa bota është duke parë shfaqjen e Erdoganit në tribunë, Larry Fink i BlackRock-ut sheh vetëm shifrat në ekran. Kjo nuk është një përplasje qytetërimesh, miq, është një pajtim interesash. Erdogan do të vazhdoj të dënoj Izraelin me zë të lartë, ndërsa me zë të ulët do të firmos kontratat që e bëjnë Turqinë pjesë të njëjtit projekt financiar ku Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë partner kryesor, atje ku shkon Edi Rama çdo 2 javë. Kutia e Pandorës është hapur, paraja nuk njeh armiq, njeh vetëm mundësi. Erdogani po përdor parat atyre që zyrtarisht i quan armiq për të ndërtuar një kështjell që do t'i rezistoj kohës. Po luan një lojë shahu ku mbreti është Turqia, por gurët janë parat e perëndimit dhe BlackRock-ut. Ky është plan. Dhe pyetja që mbetet për ju është këtu. Është kjo paqe financiare e qëndrueshme? Apo është thjesht një armë pushim derisa njëri nga lojtarët të ndjej se ka grumbulluar mjaftueshëm fuqi, aq sa për të goditur palën tjetër? Historia na mëson se kur klienti bëhet rival, gjaku nuk vonon të rrjedh në shesh. Kthehemi pak tek Edi Rama dhe Shqipëria në shitje. Harrojni datat specifike, flasim për një dritare gjeopolitike. Brenda pak muajsh, Edi Rama ka operuar me një shpejtësi maramundse, duke kthyer zyrën e kryeministrit në një agjenci imobiliare globale. Brenda një kohe rekord, Edi Rama ka arritur të bëjë atë që pak kush mund ta imagjinonte. Të ulet në preherin e Donald Trumpit në samitin për paqen për Gazën, me dhëndrin Jared Kushner të firmos fatet e porteve tona me sheiket e Emirateve Arabe dhe të vijoj vallëzimin e tij me intim me Alex Sorosin në Spanjë. Pyetja nuk është më ku po shkon Rama. Pyetja që duhet ta bëjmë të gjithë bashkë sot, në këto ditë në të cilat brenda pak kohëve Rama shkon nga bordi i paqes në Washington si njeri i Sorosit dhe para se të shkonte atje ishte në Emiratet Arabe dhe në Izrael, shkoi atje, i dha bekimin Mossadit dhe Benjamin Netanyahu i thanë Kneset, unë jam njeriu juaj, jam garancia, mu po ndridhen gjujet, garancia është djali im, sepse ne kështu e kemi familjen, i kemi nga të gjitha fet nga një, u kthye, shkoi në bordin e paqes, erdhi prap në Europë, shkon në Spanjë, takohet me Sorosin, Sorosin mbrëm e nxjerr në fotografi, ai del me Sorosin dhe i thot njerëzve në Shqipëri që jam me Trumpin, jam dhe me Sorosin. Pyetja më nuk është më sot ku po shkon Edi Rama. Pyetja që ti shqiptar duhet bësh sot. Ti që e urren Kreshnikun dhe ti që e do Kreshnikun. Pavarësisht respektit që ke për mu apo jo. Apo për atë që unë po bëj apo jo, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi e njeh lëvizjen atë dheu apo jo, të intereson politika apo jo, po ti sot vllai im shqiptar dhe motra ime shqiptare në Shqipëri, në trojet shqiptare, në diasporë dhe kudo ku jeni, duhet bëni një pyetje të rëndësishme sot.
jo nesër, sot, përpara se dilli të mbarojë në Pakistan, atje në Islamabad, ndërmjet Iranit dhe Amerikës, ku do të ndryshojnë hartat e lindjes mesme të botës të mesdheut dhe përpara se të kuptojnë thellësisht arsyen e takimit të Erdoganit në Dolmabahçe për të ndryshuar ekuilibrat e mesdheut, lindjes mesme dhe të Ballkanit me shefin dhe pronarin e vërtet planetit BlackRock. Pyetja që duhet bëjmë sonte është: ku po shkon Edi Rama? Nuk është ku po shkon Edi Rama, më fal. Pyetja është edhe sa ka ngel nga Shqipëria pa ushit. Sepse Edi Rama ka nxjerrë dje sërish fotot madhështore në takimet në Emiratet e Bashkuara Arabe me Sheikun Zayed. Brenda pak javëve ka nxjerrë 7 herë ka shku kesh Zayedi tek Emiratet e Bashkuara Arabe. Bukur shumë po shkon. Të bëjmë ca pyetje tani pse? Çfarë po luhet? Si është kthyer zyra e kryeministrit në real estate global dhe sa ka ngel në Shqipëri pa ushit? Përveç temave të tjera që do t'i analizojmë në netët e tjera, ish agent të CIA të cilët flasin se jugu i Shqipërisë po shiten pronat, po i blen këta, po i blen izraelitët, po i blen europianët, po i blen rusët, po i blen këta. Kjo është histori tjetër, do të merremi me të kur t'i vi momenti shumë shpejt. Kjo është temë tjetër. Pyetja është sa ka ngel në Shqipëri pa ushit. Ne po shohim një model të ri shtetëror. Shteti është koncesion ku sovraniteti i jepet me qera në këmbim të mbrojtjes politike për Edi Ramën, ndërkohë ai i opozitës bën humor në parlament Sali Berisha. Sepse thot Olsi Rama duhet shkojnë burg, thot, sepse ai është pronari i vet i call centerave Berisha, ha? Shefi i opozitës që i ka shtrirë dorën popullit opozitar dhe partive opozitare të bashkohen me të, ai që goditet nga policia e Edi Ramës me gaz lotësjellës, nga karikaturat të cilat dalin sot, goditen me gaz lotësjellës, qajnë dhe të nesër me ngdhijen kryetar Partisë Demokratike. Tani, populli nuk e ha këtë. Një pjesë e ha sigurisht. Por pse Rama e bën këtë lojë dhe këtë skem, se këtu brenda nuk ka opozit, ju dini. Ai flet në parlament Berisha për call centerat e Olsit. Pse nuk shkon ti çosh zotëri në SPAK? Me prova, me fakte, bëj dosjen dhe denoncoje Olsi. Do të bësh vetëm gallat dhe humor, sepse e keni ndarë tavën me Ramën dhe kontrolloni Shqipërinë derisa të na zhdukni përfundimisht. Dhe ky është pakti dhe garancia juaj e të dyve në tregjet ndërkombëtare. Tash mund i flas ai shqiptarëve sa kanë ngel. Pse ky agresivitet në marrëdhënie me Emiratet? Rama ka kuptuar se për të mbijetuar në rendin e ri që po vjen me Donald Trumpin, duhet kesh miq të cilët flasin gjuhën e parave të mëdha. Kishim Sazanin dhe Kushnerin dhe Trumpin. Ky si projekt turistik është hyrja në shtëpinë e bardhë nëpërmjet Sazanit. Duke i dhënë familjes Trump një xhevahir gjeopolitik si Sazani, Rama bleu imunitet për pak kohë. Ai po thotë jam njeriu juaj në Ballkan. Investimet tuaja janë të sigurta me mua. Shefin e opozitës e kemi në xhep, shqiptarët po arratisën, më qetë se kaq s'ka. Porti i Durrësit dhe Emiratet, Dubai në Durrës, Emiratet, ura që bashkon botën e biznesit të Trumpit me nevojat e lindjes. Publikimi agresiv i marrëdhënieve me Abu Dhabin në faqen e Facebookut të Edi Ramës është mesazh për perëndimin. Unë kam mbështetjen e kapitalit që nuk njeh as sanksione, as clearance, as vetting. Rama po e shet Shqipërinë si një port të lirë ku rregullat e BE-s nuk vlen, ku drejtësia nuk guxon të hyjë dhe ku pronat publike kthehen në private me një të rënd të lapsit. Kjo është strategjia e tij, por ka një paradoks. Përse bashkëton edhe me Trumpin edhe me Sorosin? Si mund të jesh mik edhe me Sorosin, armiku numër 1 të lëvizjes MAGA, dhe njëkohësisht të hysh në rrethin e ngushtë të Donald Trump? Kjo është
një mjeshtri djallëzore anti-shqiptare, cilën ai e ushtron pa dëmshuri. Ai e përdor Alex Sorosin për të kontrolluar rrjetet e deep state-it në Europë, administratën e Brukselit dhe OJQ-t, të cilat mbajnë në këmbë narrativën e tij pro-perëndimore. Ndërkohë, përdor projektet miliardere për të joshur krahun e biznesit të Donald Trumpit. Në cili është përfundimi? Ai po luan me të dy portat. Nëse fiton e vjetra ka Sorosin, nëse fiton e reja ka pronat e dhëna tek Donald Trump. Por në të dy skenarët humbsi është i njëjtë, qytetari shqiptar dhe Shqipëria. Toka po u merret shqiptarëve për t'u bërë dhuratë gjeopolitike lojës së madhe të kombeve. Ti lidhim pak pikat dhe mos t'ju mërzisim që nuk guxon askush t'i bashkojë. Harrojeni prallat me investime strategjike. T'ju flas pak për një operacion shpëtimi që fillon në ngushticën e Hormuzit dhe përfundon në portin e Durrësit dhe në ishullin e Sazanit. Shpejt. Nuk du ju mbajshu. Fakti është ky: Emiratet e Bashkuara Arabe, parajsa e rreme e luksit, po përjetojnë një krizë të vështirë në këtë moment, prej themelimit tyre 1971. Lufta me Iranin nuk është më në televizion. Ajo ka goditur zemrën e Dubajt. Aeroportet janë të mbyllura, turizmi po dobësohet, Hormuzi i bllokuar e ka lënë Abu Dhabin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pa frym. Sipas The Wall Street Journal, sot Emiratet e Bashkuara Arabe po i kërkojnë ndihmë për shpëtim Donald Trumpit, po kërkojnë dollar, likuiditet dhe një paketë shpëtimi që mund të kushtojë miliarda. Por pyetja bomb që ngre bota sot është: apo ndihmon Washingtoni një aleat, apo Trump po shpëton llogarinë bankare të tij dhe të partnerëve të tij të biznesit? Dhe ku Edi Rama hyn në këtë pazar të përgjakur, pse hyn? Çfarë do aty në këtë mes? Qëndroni me mua. Do t'ja shpjegoj pak shumë shkurt atë që thot The Wall Street Journal sot. Le të flasim me shifra, jo me spekulim. Ata nuk gënjejnë, shifrat nuk gënjejnë. Raportet nga The New Republic dhe Financial Times demaskojnë një rrjet të frikshëm interesash. Jared Kushner, dhëndri Trump, ka marrë mbi $200 milion nga fondet e Emirateve të Bashkuara Arabe, ndërsa kompania e tij ka thithur $1.5 miliard investime nga vendet e Gjirit Persik. Nuk mbaro këtu. Emiratet kanë derë $2 miliard në kompani të lidhura drejt për së drejti me familjen e Donald Trump, ndërsa organizata Trump po ndërton kulla luksoze në Dubai dhe Abu Dhabi. Pra, kur Emiratet i kërkojnë ndihmë Donald Trumpit, ata nuk po i drejtohen thjesht presidentit të SBA-ve. Ata po i drejtohen partnerit të tyre të biznesit. Sot është koha për ndihmë. Atje ku Rama shkon kërkojnë ndihmë. Trump po shqyrton marrëveshje për shkëmbim valutas, swap lines, për të siguruar që dollarit mos rrëzohet në gjë. Por kritikat janë asgjësuese. Pse Shtetet e Bashkuara nuk ndihmojnë çdo aleat me të njëjtin zell? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse jo çdo aleat ka investuar miliarda tek xhepat e familjes së Trumpit. Emiratet nuk janë thjesht një shtet mik, ata janë aksioner në pushtetin e Donald Trumpit, dhe këtu miq fillon dhe tragjedia shqiptare, të cilën ju duhet ta kuptoni, e pëlqeni Kreshnikun apo se pëlqeni Kreshnikun. Shqipëria ka dalë zyrtarisht në pazarin global dhe Rama është sekseri. Lidheni pak këtë me vizitat agresive të Edi Ramës dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Pse Rama e publikon kaq fort marrëdhënien me sheikët në këtë kohë krizash? Shkoni ke faqja e tij Facebookut. Sepse Rama është futur në këtë skem shpëtimi si një kompensim gjeopolitik. Kujdes, është e madhe kjo që po ju them. Nëse Emiratet Arabe po humbasin miliarda në gjë, ata kanë nevojë për asete të reja, të sigurta dhe të pastra në Europë. Dhe Edi Rama po u ofron Shqipërinë në tepsi dhe në tabaka prej argjendi. Porti i Durrësit, një dhuratë për Emiratet që ata ta kenë një bazë operacionale në mesdhe larg raketave iraniane në tokën tuaj shqiptare.
Sazani për Kushnerin, haraç që Rama i paguan familjes Trump për të siguruar mbështetjen e tij politike. Pik, e pret Trumpi atje, mikun e Soros. Rama po luan me një lojë tepër të rrezikshme. Ai po u jep Emirateve Arabe atë që u duhet për të mbuluar humbjet e luftës. Dhe po i jep Donald Trumpit projektet që i duhen për të pasuruar rrethimin e tij. Shqipëria nuk po trajtohet më si shtet, por si një garanci kolaterale për borxhet që Emiratet Arabe kanë ndaj familjes Donald Trump. Dhe ne po shitemi për të mbyllur vrimat financiare tek një luftë e cila nuk është lufta jonë as lufta shqiptare. Hapni syt vëllezër dhe motra shqiptar përpara se të jetë vonë. Ajo që po ndodh nuk është rilindje dhe as investim strategjik. Është një pas vdekje ku po kalon Shqipëria. Vendi juaj po shitet pjesë për të shpëtuar pasurinë e një elite globale që po mbytet në krizën dhe në llumin e lindjes mesme. Edi Rama po shfrytëzon nevojën e Trumpit për biznes dhe nevojën e Emirateve për shpëtim, duke u vënë atyre në dispozicion edhe tokën, edhe detin tuaj. Ju miq, ju shqiptar, po shndërroheni në një monedhë këmbimi, ndërsa ju shihni videot e bukura nga Dubai, pyetini pak veten pse pasuria e shqiptarëve duhet shpëtoj llogaritë e sheikëve dhe të dhëndrit të presidentit amerikan Jared Kushner. Kjo miq nuk është diplomaci. Ky është një shpronësim kombëtar që po ju bëhet ju. Dhe thirrja ime për ju sot është e pastër nga shpirti. Mos u gënjeni nga shkëlqimi i rrem i Dubait në Durrës apo në Sazan. Ky shkëlqim po paguhet me sovranitetin tuaj. Mos pranoni të jeni sklevrit e një prapaskene ku asetet tona kombëtare përdoren si monedhë shpëtimi për dështimet e të tjerëve nga luftra që ishin tonat. Zgjohuni sepse kur kjo pazë e vdekjes të mbyllet, ju nuk do t'jeni më zot shtëpie në këtë tokë, por thjesht numra në një bilanc që llogaritet në zyrat e mbyllura të Washingtonit apo të Abu Dhabit. Mbroni Shqipërinë, sepse ajo është duke u shitur në sytë tuaj. Sot, unë jam Kreshnik Osmani, dhe kjo ishte paza e fundit. Shihemi nesër, nëse do të ketë mbetur akoma diçka pa u shitur. Zgjoni shqiptar, zgjoni nga gjumi i fotove me ngjyra. Ajo që po shihni nuk është një zhvillim, është shpronësim që po i ndodh një kombit më të lashtë në Europë. Dhe kur shihni Ramën të buzëqesh mes sheikëve dhe emisarëve të Wall Streetit, mos mendoni se po flitet për mirëqenien tuaj. Po flitet se si Bregdeti juaj do të rrethohet me mure ku ju do të hyni vetëm si kamarier, pastrus ose roje. Po flitet se si porti ku kanë hyrë të parët tuaj do të kthehet në një enklav luksi për ata të cilët as emri nuk ja din portit as dursit. Shqipëria po shitet në pazar të hapur sepse jemi kthyer në një popull që admiron pasurinë e tjetrit, ndërsa i vidhet pasuria e vet. Kjo nuk është diplomaci, është likuidim i aseteve kombëtare, likuidim i popullit shqiptar. Thirrja ime është kjo: mos pranoni të jeni spektator të shitjes së adheut tuaj. Atje po firmoset për rezorte, po firmoset për largimin dhe zhdukjen tuaj nga kjo tokë. Atje ku po firmoset për portet mëdha, Mahniqe, po firmoset dhe fundi i sovranitetit tuaj. Kërkoni llogari sot shqiptar, sepse nesër Shqipëria do të jetë një pronë private, ku ju nuk do të keni më as lejen për të kaluar, as lejen për të shkuar te gvarret e të parëve tuaj. Kaq kisha për sonte. Unë jam Kreshnik Osmani, për ju që më shihni për herë të parë. Flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu. Merrni videon, çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse duhet ta dëgjojnë të gjithë. Bëni like, share, subscribe. Deri takohemi shpejt. Atëherë kur ndoshta shpresojmë të mos jetë më vonë. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve dhe mos harroni kur. Shqyr që ka Zot. Natë e mirë.